Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Jeta në Kosovë. Eksplodimet që ndodhen në Bruksel këtë javë, si dhe sulme tjera terroriste që kemi pa muajve të fundin, Paris dhe në Turqi, e bëjnë të qartë që Evropa secilën ditë e më shumë po përballet me ekstremizmin e dhunshëm. Në përgjithë kontinentin po shtrohet pyetja se çka mund të bëhet që feja të mos përdoret si pretekst për të vrarë njerëz, si duhet të edukohen gjeneratat e reja për të mos kalu në ekstremizëm të dhunshëm, çka duhet bërë shoqëria e çka shteti me njerëzit që kthehen nga lufta në Siri. Apo tregon rezultate mënyra si institucionet tona të drejtësisë janë ballafaqur me ekstremizmin e dhunshëm dhe njerëz që kanë luftuar në Siri e janë kthyer në Kosovë? Por, këtë bisedë, mas pari po e nisim nga një pikpamje ma shpirtnore këtë radhë pikërisht për të shënu atë që e festojnë disa sekte të islamit këtë javë që është fillimi i stinës së pranverës. Këtë javë, ekipet tona kanë qenë prezent në Teqen e Madhe në Gjakov dhe në atë në Prizren për të përjetuar ceremoninë e fillimit të pranverës që e festojnë bektashi, dervishët si dhe sekte tjera të ngjashme që përfaqësojnë një islam krejtësisht autokton të trevave tona. Islam që gjendet vetëm në shqiptar. Për të diskutuar temat lidhur me ekstremizmin e dhunshëm, por edhe format paqësore të islamit, në studio me mu sot janë Ekrem Avdiu, Imam Mitrovic, mirë se erdhët. Bahri Sejdiu, imam në Xhamin e Madhe në Prishtinë. Mirë se erdhët. Ardian Gola, ligjërues në UP, i cili është këtu sepse e ligjëron sociologjinë religioze të religionit në Fakultetin e Sociologjisë. Mentor Vrajolli, hulumtues nga Qendra Kosovare për Studimet Sigurisë, që e kanë bërë një hulumtim gjatë lidhur me ekstremizmin e dhunshëm. Mirë se erdhe, mentor. Edhe Ervin Qafmolla, hulumtues nga Birni i Kosovës, që ka hulumtu tash disa muaj, është marrë me hulumtimin e çështjeve që lidhen me ISIS edhe ekstremizëm të dhunshëm Kosovë. Para se me nis, po refuzoj unë me fillu debatin për islam vetëm e pamje dhunës që jemi mësuar pa këtë javë. Dhe mu për këtë po du me nis debatin për islam me tingujt këngëve e poezive që kanë rrojnë në religion. Ti ndjekim pamjet nga ceremonia e zhvilluar më 21 mars në ditën e pranverës në Teqen e Madhe të Gjakovës, që bashkë me ju me shënu edhe momente kur feja inspiron këngë e poezi. Ta ndjekim. Është pjesë e hekurit, është elementi më i vjetër të Teqe, 1400 vite. Zarfat prej vitit 1912 në Teqe tonë nuk janë përdora. Me emër të postmbajtësit të Teqes së Madhe autoqepale ballkanike, ju dëshirojmë mirë se ardhje në këtë natë të shenjtë të madhe, në këtë vend, po ashtu të shenjtë e të madhe. Po kthehemi në studio edhe unë e di që secili prej jush keni studiu ekstremizmin e dhunshëm apo jeni ballafaqur prej pikpamjeve të ndryshme, dikush duke i monitoru seancat ku po gjykohen të akuzuarit për terrorizëm, e dikush madje edhe duke e përjetu një lloj kërcënimi nga format ekstremiste edhe dhunshme. Për çate po du me nis me ju zot një Avdiu. Për me bo sinqert, mos mi bo lojka, duna me pranu që në fillim, ju jeni akuzu që keni përfaqësu apo predikuar islamizëm radikal, a kënej ju jeni
keni marrë kërcënime prej tipave si Lavdim Muhaxhiri, që e njohin si vrasës i ri. Të kom thirë mas pari me të pyet qysho me përjetu lëkurën tënde me u kërcënu prej njerëzve që kanë lidhje me ISIS-in. Qysh është? Fillimisht më lejo të them se kur njeriu përballet me çfarëdo lloj dukurie negative, edhe varësisht se sa është e zhvilluar ajo dukuri, nëse ti i del para dhe ja zë rrugën, gjithsesi kemi qenë i kërcënuar. Në të vërtetë, ai kërcënim ka ndodhur për mua dhe për disa kolegë të mi që realisht me motiv thjesht fetar, edhe duke qenë se edhe përgatitja profesionale, edhe akademike, edhe intelektuale na e lejon, madje na obligon me u marrë me këtë punë, e kemi bë dhe kanë ardhur disa kërcënime, muj me thonë tërthorazi nëpërmjet rrjeteve sociale e kështu me radhë, kërcënim cilin me thonë drejtën unë nuk e kam marrë shumë serios, duke e pas parasysh se akoma konsideroj se vendi ynë nuk është drejt për drejt i rrezikum prej këtij lloji ekstremizmit. E kam fjalën nëse i referohemi zhvillimeve që i përmendet edhe ju, Parisi, pastaj Ankaraja, Stambolli dhe Brukseli, unë akoma konsideroj mund të mos e kem mirë, mund të jetë gabim, por nuk konsideroj se jemi drejt për drejt të rrezikum. Megjithatë, si kemi këtu, po ka hoqë tjerë cilët, unë po them ju jeni kërcënu direkt për njerëz që ka shku Siri. Ata tjerët janë edhe kanë përjetu dhundaj tëne. Ka njerëz që janë sulmu, hoqë tjerë Kosovë. Nuk ka bash jo serioze që po thuni ju. Nuk ka bomba në Kosovë, po janë re këtu hoqë. Nuk ka mirë, janë re se rehen njerëzit në përgjithësi, po rehen edhe po dhunohen edhe në çarçe tjera, domethënë edhe nga si me thonë nga pikpamje tjera. Sido që tjetë nuk ka qenë lehtë sigurisht për arsye se kërcënimi tash nuk jam këtu për të thënë sa jam unë i guximshëm edhe sa s'ma trem kush synin, megjithatë nëse dikush të kërcënon, kjo do të thotë se paska dikush që nuk po ta doj ka të mirën, edhe kjo padyshim që të çdo njëri shkakton një lloj shqetësimi. Veç kallëzom, me çka s'jom hajde tash po him pak në anën ideologjike. Me çka s'jom pajtu ideologjikisht me ju që kanë thonë që s'jeni të prediku çfarë islami? Me gjithçka. Me një fjalë, para se të paraqitej ISIS-i, edhe para se bota të merrte qëndrim rreth ISIS-it, unë dhe disa kolegë të mi jemi ata të cilët kemi folë për këto dukuri, për arsye se dukuria e ekstremizmit të dhunshëm, ISIS-i është një manifestim. Një manifestim para ISIS-it ka qenë Al-Qaida, ndërsa gjithmonë gjatë historisë ka pas ekstremizëm, madje jo vetëm në fe, por edhe në çdo veprimtari njerëzore, për arsye se çdo tejkalim është ekstremizëm. Dhe secili njeri i cili e promovon atë që është islame burimore, me një fjalë unë personalisht për shumë pikpamje mund të kem mos pajtime me njerëz lidhur me qëndrimin e islamit rreth kësaj edhe asaj, megjithatë kjo prap mbetet nivelin e debatit pa pas absolutisht arsye që të kërcënohemi, që të dhunohemi kështu me radhë. Dhe në një farë mënyre unë mendoj se hoxhallarët, njohësit e mirë të islamit, predikuesit e mirëfillt të islamit janë ata cilët më së tepërmi i azon rrugën ISIS-it edhe ideologjisë së ISIS-it. Për çfarë arsye? Për arsye se dikush tjetër, po e zom, mediat, një gazetar, një hulumtues mund të jetë shumë më i zhurmshëm se sa unë. Megjithatë, unë e di se ku duhet të goditet ideologjia e kësaj natyre. Dhe nëse e keni parasysh, ka qenë dalja mduket e dytë publike e Lavdrim Muhaxhirit, në të cilin në atë dalje e keni parasysh ulën ata djemt me disa me pamje për një mend pamja inspiron se ata janë tejmase të dhomshëm, me një fjalë jo vetëm me të pajisur me armatim, por edhe me ato siguresat e bombave, ku diun se çka, edhe në atë fjalim, në atë drejtim opinionit, ajnë mes tjera shka thonë, është e vërtet se na nuk kemi dije, mirë po ju o munafika, është drejtu hoxhallarëve. Hoxhallarëve pa përjashtim, ndërsa ju o munafika keni dije, por nuk jeni tu e prezantu islamin ashtu si është sipas tij. Do të thonë, pas ka qenë modeste, ka pranuar që s'den shumë, diqysh. Po, e ka pranu realisht edhe ne gjithë e pranojmë se nuk dim, për arsye se ajo që dim është shumë më pak se ajo që nuk dim. Megjithatë qëllimin ku e ka pas një lloj pranimi i mosdijes, mirë po konfirmimi i sinqeritetit edhe patriotizmit, ndërsa ju që po dini e po rrini atje në Kosovë, ju me ditë dini mirë, po nuk jeni të sinqert, jeni hipokrit për shembull. Mu po më intereson zëni se ju pe jush ju përfaqësoni xhamin e madh në Prishtinë, që supozohet që është edhe me xhamat më të madh, ndoshta nëse këshyrët që është kryeqytet. Kallëzom, a
në çfarë mënyre Biku ka vendos me ju qas punës e ekstremizmit të dhunshëm? Në çfarë mënyre po e luftoni? Po, ne që nga fillimi i daljes në opinion gjitha këtyre problematikave që ka pas bota islame në përgjithësi, po në veçanti edhe të atyre që kanë shkuar në Siri dhe djemve të ri, apo siç po thuhet në media, atyre që ju është pastruar truni, Bashkia Islame e Kosovës ka pas qëndrim të qartë ndaj shkurjes, por njëkohësisht edhe ndaj pjesëmarrjes direkte apo indirekte, sepse luftimi i asaj si dukuri dhe si koncept është i gabuar dhe larg asaj çka ne predikojmë dhe jemi munduar në gjitha pozitat dhe në gjitha mënyrat t'i largojmë keqkuptimet e njerëzve, edhe marrjen e një koncepti krejtësisht ndryshe të një islami që nuk koincidon me realitetin, me bazën fetare dhe të islamit. Andaj edhe këtë që e përmendi... A e keni sfid? A ju vinë njerëzit se në herë ma shumë me tendencë të interpretimit tjetër, ma pak tolerant të islam? A ballafaqoni me? Nuk e kemi sfid, por na e kemi edhe obligim ta shpjegojmë se në çka thrasim dhe çfarë islami duhet të praktikohet në jetë. Ajo dikush ndoshta edhe në shpjegimet tua mund të keqkuptoj ose mund të marr nga thënjet e ndryshme ose prerjet e mendimeve të njerëzve ose edhe të hoxhallarëve që nganjëherë ndoshta edhe janë keq kuptuar dhe keq interpretuar në mendja, por prapë se prapë qëllimi jonë është që të largojmë atë koncept menduarit. Që një njeri duhet të shkojë dikun. Dikush ju pyet, kallëzomi argumente 3 veprime që i keni ndërmarrë, 3-4 veprime, Biku, me adresu ekstremizmin e dhunshëm. A mundeni me mi emënu veprimet që i keni ndërmarrë? Veprimet që i kemi marrë pjesë në gjitha debatet që është dur dhe gjitha ato që i kemi dhonë në xhumat tona, në xhamiat tona, deklarata e myftiut dhe deklarata tjera të përgjegjësve. Deklarata? Nuk mjafton, por nuk është e vetmja. Sepse ne faktikisht edhe në për xhamia, edhe në për medreset tona, kemi mbajtur edhe sesione shkencore, edhe takime me nxënësit, edhe me xhamatet ndryshme, sensibilizim i krejt Bashkisë Islame në të gjitha qytetet, dhe Kryesia e Bashkisë Islame në lidhje me këtë ka dalë në terren dhe në çdo xhami dhe në çdo këshill të Bashkisë Islame ka shku dhe ka mbajt debat me imamët dhe gjithashtu vetëdijsimin e ligjëruesve në xhami për të larguar këtë koncept të gabuar të asaj që ne mund ta quajmë ekstremizëm ose kuptimin e asaj që dikush në emër të islamit duhet të shkojë të bashkangjitet një sekti apo një grupacioni të dhunshëm. Po bëhem edhe ma konkrete. Ju që një vit e sa jeni imam xhamin e madhe, po që e xhami e madhe, për shumë prej nesh, publikut ka qenë njoftun me ish imamin Shefqet Krasniqi që ka qenë aty. Pse ai s'është mu aty? Pse nuk është, se është në fakultet. Mirë, s'ka në arsye Apo tjetër. të historikun, pse nuk është? Po, predukimet e ti kanë qenë krejt ndryshe, me çka po thuni ju sot. Mjaft ndryshe, nuancë ndryshe. Nuk besoj, po A është kjo tendencë e Bikut me reformu Nuk ka, as imam? Shefqet Krasniqi, as dikush tjetër që ka thirrë në një ekstremizëm ose një interpretim ndryshe të islamit. Shefqet Krasniqi nuk është në xhami sepse ka qenë honorar në xhami dhe është ligjërues në Fakultetin e Studimeve Islame. Dhe pastaj ndodhi ajo që ndodhi dhe ai nuk ka vazhduar arrestimi i tij dhe dalja e tij nga burgusi i pafajshëm dhe ju ka ndërprer gjatë periudhës që ka qenë ndaluar nga arrestimi e këtej, ju ka ndërprer kontrata e honorarit që e ka pas në Këshillin e Bashkisë Islame të Prishtinës. A jeni të thonë që nuk është strategji e Bikut me i qit imam ma të reformum, ma progresiv, në xhamin caktuar, nuk është strategji aktive? Me qit një imam ma të reformum, nuk e din të ajo mund ma i reformum apo jo? Se di. Nuk e din. Se di, veç muj me të mirë se erdhe në debat. Mirë se gjemë, faleminderit. Për dallim prej ish imamit të xhamisë madhe, cili s'ma ka dhënë dorën, unë veç muj me vrej që ju po ma jepni dorën. Jo, mirë, s'është. Nështë s'është kjo na i shaj shumë madhe. Nuk e bën kjo ajo atë ekstremist. Jo, se bën ekstremist. Kemi korrekt. Ja, nuk është vetëm
Nuk është kjo... Nështë se bën ekstremist, po e bën ma të hapun ndaj dikujt që menon ndryshe. Përkundrazi. Politika e bikut nuk është që ai të largohet nga xhamia dhe të shkon të edukoj në universitet. Gjeneratat e ardhshme të Fakultetit Studimeve Islame. Nëse kishte qenë diçka e tillë, ai ishte larguar krejtësisht nga biku. A kish pas mundësi dikush me kundërshtu këtë gjë? Përkundrazi. Faleminderit. Po vazhdojmë me juve në Gola, nështë do t'ju bëj një pyetje pak ma thjesht, ndoshta që do t'i duket banale, po çfarë lloj islami muj me thonë që kemi në Kosovë? Nëse doj me bëni hartë islamit, ka aspekti sociologjik, ju e ligjironi qatë lanë, që kështë me thonë që kemi në qatë hartë? Po shqo, fillimisht islami nuk është homogen, as nuk është uniform. Është mjaft heterogen vetvete, edhe kudo që instalohet një farë mënyrë me kohë i përshtatet kulturës dominante. Unë jam shumë i sigurt që Shefqet Krasniqi, përkatësisht shkolla e tij, nuk po du me personalizu, duke filluar prej viteve të 90-ta, pa dashur me lidhë ekstremizmin e dhunshëm sot me predikimet ultrakonservative të viteve të 90-ta, po gjithsesi origjina është aty. Ne kemi pas një kategori hoxhallarësh të cilët kanë një formim teologjik nga shtete autoritare, siç është Arabia Saudite, dhe ne e dimë që në shtetet autoritare nuk e ke lirinë akademike të hartimit kurrikulave, si më thonë, kritike. Ato gjithmonë i dizajnojnë kurrikulat e tyre në përputhje me ideologjinë zyrtare të shtetit. Dhe kjo është shumë evidente. Ajo çka e ka karakterizu këtë predikim ultrakonservativ në fillim, është që këta hoxhallar, si më thonë, të paktën fillimisht, predikimet e tyre kanë qenë anakronike në aspektin kulturor. Shefqet Krasniqi, përkatësisht fryma e predikimit që mos me dhonë dorën femrës, është ekstremizëm, absolutisht që është ekstremizëm, po nuk është ekstremizëm i dhunshëm, sepse ne kemi problem edhe me çka është ekstremizmi. Ekstremizëm është çdo veprim i cili është në shpërputhje të thellë me kulturën dominante. Dhe kultura dominante tek ne e komunikimit ndërgjinor është një komunikim ku dhënia dorës është një veprim, si më thonë, plotësisht legjitim, i cili nuk ka barriera morale, doktrinare etj. Dhe tash, dhënia dorës është thjesht një shenjë ose një simptom prapas së cilës shihet një doktrinë që është ultrakonservatore. Por me gjitha të temit qartë, unë nuk po e akuzoj, as nuk po du me gjyku për natyrën e ultrakonservatorizmit teologjik propagandun prej viteve të 90-ta e tjerë. Më mendoj që kjo do të menaxhojë shumë lehtë dhe kjo është në fundit edhe rezultat i proceseve të pashmangshme globalizimit. Sot problemi kryesor që sot ne kemi me globalizim edhe me teknologjinë e informacionit është ky. Kulturat skajshmërisht të ndryshme duhet patjetër të bashkë ekzistojnë në një hapësirë gjithnjë më të ngushtë. Se nuk është vetëm tek predikimet ultrakonservative, po edhe produktet e ndryshme në YouTube, emisionet, predikimet, edhe ato janë si në farë mënyrë burimi i cili e forcon një predikim i cili ka filluar prej këtu. Ajo çka unë e shoh tek, si më thonë, një farë hendeku tek ky formim teologjik i Saudis është që këta hoxhallar, po flas në përgjithësi, gjithmonë ka përjashtime, kanë pas mungesë të kësuar të dijeve në shkenca sociale dhe humanistike, të cilat ju ndihmojnë me kuptu fen në dinamikat sociale, në kontekstin politik, kulturor, dhe jo me marrë islamin, si më thonë, normativ, i cili duhet me u apliku në kontekstet ndryshme kulturore, pavarësisht çfarë që janë. Duhen me studiu edhe sociologji edhe arte dhe kulturë, a pritet për të Patjetër, kjo është një farë, si më thonë, një mungesë që të paktën edhe Muhammed Arkun e përmend, një prej reformatorëve intelektual të islamit. Ai mendon që në fakt sot bota arabo-muslimane vuan nga një mungesë ndjeshme e shkencave shoqërore që kishte me i kuptuar që edhe islamin, edhe çdo fe tjetër me e kuptuar në kontekstin historik, si diçka që kushtëzohet edhe nëse dojmë me respektu bindjet që islami është hyjnor etj, duhet me pa patjetër edhe në kontekstin e ndërveprimit që islami ka me rrethanat kontekstin social kulturor. Po problemi me predikimin ultrakonservativ është ky, që islami është një normativ i cili është i kontaminuar gjatë rrugëve historike, me kulturat ndryshme morale, provinciale etj. Dhe çka do të më bëj tash ne, është që ne me rikthy islamin puritan të pastër të shekullit 7, ashtu sikur se e ka praktikuar profeti Muhammed me shokët e tij, në shekullin 21. Pra me zhvesh nga levozhgat të ndryshme kontaminuese të kulturave të ndryshme etj. Dhe kjo është ai ultrakonservatorizmi që në fundit
Unë mendoj që nuk ka shumë edhe problemi i madh. Ne duhet të mësojmë të jetuaj të ndryshëm, me një diversitet dhe me një pluralizëm. Edhe me jo tolerancje, të më thonë. Jo, absolutisht. Jo, do më thonë, nëse nuk e imponon. Nëse unë interpretoj që është pak ma jo tolerancje, krejt, a duna me kuptu më mësumet e është kjo. Nuk ka nevojë të pastrohet nga kontaminimet që po i thu ti, se problemi është që është i postër, që shos bëjt, që unë jo për shekullit 7. Nuk po du me personifiku dhënjën e dorës me shefqetin, po për personifikon shumë se po e shumë ekstremizëm mos dhënjën e dorës. Po është ekstremizëm. Po mirë, edhe 300-400 milion evropian që nuk e dhënë dorën, a janë ekstremistë ata. Po në vartë për kulturës, po flasë për kulturën tonë, është ekstremizëm. Nëse ja ushtron ato një dorën Ne kemi një kulturë si shqiptar, edhe tash unë nuk du më orë në definicionin ose në dispozitën e dhënjes dorës a është e lejume apo nuk është e lejume. Se gjithë e dim, edhe mulla e krim, edhe gjithë e qalorë. Mirë dhe s'ka rëndësi, se ti po dalë në kaje tjetër, po pa marë parasysh. Dhënja e dorës, nëse mos dhënja e dorës është ekstremizëm, do më thënë, ti po i kategorizon gjithë ata që janë musliman, nëse nuk e dha japin dorën janë ekstremist, kurse ata të cilët janë jo musliman edhe nuk e japin dorën, ata s'qenë kanë ekstremist. E qka janë ata? Shumë prej, jo shumë, paktën disa prej individëve. Nëse dikun është mësuar sociologjia dhe shkencat shoqërore, mas shumëtin shtetin islam dhe në bazën prej Muhamedit a.s. me këtej. Cilin shtet islam? Gjitha periudat. Mund t'jap një argument që është praktik, i cili nuk është... Jo, Arabia Saudite lidhe me shkenca shoqërore nuk ka. Mund t'jap një argument praktik. Po le Arabia Saudite, se Arabia Saudite... Unë po, pra me në pasin gjenezën kryesore që ka produkuar teologjik, apo më kupton. Nas po flasim për meritat e islamit të Endelusit, të Damaskut, të Bagdadit. Na po flasim për kontekstin bashkohor. Shekulli 18, reformatoria Muhammed ibn Abdul Wahhab, prej shekullit 18 të tutje, ka ndru kahjen e interpretimit të islamit, duke u mundu me rekthy një islam puritan që bëduti nuk ka nevoj më zhvesh nga kontaminimet. Në fakt, kontaminimet kanë ndru. Po ajo që po them unë është ekstremizëm, nuk duhet më kuptu si ekstremizëm në kuptimin negativ të fjalës që është Muhamedi, është ekstremizëm në kuptimin e një praktike e cila është ti po servon. Po në fakt, vetë diçka, ta përfundoj. Është një praktike e cila është skajshmërisht e kundërt me praktikën kulturore të komunikimit gjinor në Kosovë. Edhe normalisht që është ekstremizëm nëse nuk e jep dorën. Për shembull, dorën zemra me i qit kanë thonë nuk ban, sepse se ka praktikuar. Se ti nuk i respekton bindjet e tjetrit? Po unë po i respektoj, po them. Po i respektoj. Ta dëgjoj. Një argument është që, lutem të kaloj, ajo që ndodhë është që ka dëshmi deri në filmime nga kamerat sigurisë, që një pjesë jo e vogël e njerëzve që janë përfshi në mënyrë direkte, qoftë sulmeve të vrasje, apo akte terroriste, kanë pas themi një stil jetese i cili nuk ka qenë edhe aq puritan. Po. Kanë shku me prostituta, kanë konsumu alkool, kanë bo gjona, edhe mja dorës kanë përshtypjen në këtë rend është problemi më i vogël. Dhe... Mirë, është simbolizëm, unë e që. Ndërkohë që është dhe ky, është edhe një lloj miti që themi që sunitët priren të jenë më të dhunshëm dhe këta tjerët shiit, po dhe sufi, janë më pak të dhunshëm. Një argument është, për shembull marrim lëvizjen talibane, s'po themi të ISIS-i, po brenda talibanëve ti ke sufi, dhe i dalon dhe nga paraqitja tyre, pra ke dhe sunit, ke dhe sufi, cilët kanë marrë pjesë në mënyrë aktive në akte terroriste, në sulme të armatosura, dhe ata jo domosdoshmërisht i përkasin rrymës suni, pra jo domosdoshmërisht. Dhënia apo mosdhënia e dorës është dhe një aspekt kulturor, në fundit, dhe edhe religios, mund të jetë konservatorizëm, po jo domosdoshmërisht barazohet në mënyrë direkte, pse është kapërcim pak i madh. Është një trampolin, të themi shumë bujare, që të themi fillon nga mosdhënia dorës dhe papritur tjetri e gjen veten duke vënë hizamin, duke perifrazuar Ridvan Haqifi, hizamin për me shku direkt në xhenet ku e presin 70 virgjëresh. Për që ato po e kthej debatin Ervin në aspektin, dishkum pak, më falë, sociologjik e kulturor, po tash po e kthej në aspektin ligjor e policor. Megjithatë, hajde po folim për krime, edhe si është më nëse e konsiderojmë terrorizmin krim, si janë marrë me këtë krim institucionet tona,
mas kësaj kohe që kemi pa arestime, gjykime, seanca, çka është konkludimi i hulumtimit t'juj, a ka dhënë rezultate që kjo luftë ndaj terrorizmit? Kosova më së pari ka tentuar të kapë një rekord evropian sa i takon numrit arrestimeve dhe atyre që po përndiqen në përgjykata. Pse po thu rekord evropian? Po se kemi afërsisht kemi mbi 50 persona cilët aktualisht janë në gjyq, një pjesë e madhe tyre akuzohen për pjesëmarrje, pjesa dërmuese në fakt, dhe organizim në organizata terroriste. Themi që bëhet fjalë shumica atyre njerëz të cilët akuzohen se kanë marrë pjesë në stërvitje, kryesisht një pjesë e vogël e luftimit në fakt, pranë ISIS ose Al-Qaedës. Njerëz që janë kthyer në Kosovë dhe janë arrestuar kur janë kthyer në Kosovë dhe po gjykohen mbas kodit penal të Republikës Kosovës. Ne kemi pas mundësinë të shohim edhe disa prej aktakuzave. Ka aty dhe aktakuza që janë 2 paragrafe të gjata, jo më shumë. Ka aktakuza të cilët bazohen tërësisht në dëshminë që kanë dhënë këto njerëz para autoriteteve, dhe dëshmi ata kanë thënë që ne kemi shku atje, jemi zhgënjy, kemi dash të kthehemi, apo aktakuza që dikush thjesht ka udhëtuar në Turqi dhe si rrjedhoi merret e mirëqen që ka shku në Siri dhe madje dhe ka luftuar për ISIS-in apo Al-Qaedën. Pra, themi ka pas një dorëlëshim nga institucionet, prokuroria do thonim, policia nga ana tjetër na rezulton që ka qenë më përgjegjshme dhe Ministria e Brendshme në trajtimin e këtyre rasteve, por ka pas dorëlëshim për të etiketuar si terrorist çdo njeri që është kthy. Një pjesë e madhe e tyre kanë thonë që janë penduar nga çka kanë pa atje dhe kanë tentuar më një herë të kthehen, mirë po ka pas një urdhër ndalimi, themi, për të paktën 3 muajsh të vendosur në fuqi nga Ridvan Aqifi dhe Lavdrim Muhaxheri, që ka qenë koha minimale e shërbimit. Pra, ajo që ka vjetë çka ka bu njëjtë, po vjen për Shqipënisë, kemi hulumtuese edhe atje, çka ka vepru me njerëz që kanë deklaruar ngjashëm në Shqipëni, po me ndërson institucionet e drejtësisë atje. Në Shqipëri si kanë arrestu? Në Shqipëni janë arrestuar vetëm njerëz të cilët pas përgjimeve të gjata, pas investigimeve të gjata, janë gjetë që kanë pas lidhje direkte, kanë pas bë plane për të rekrutuar njerëz, ka pas prova për to. Përgjithsisht ata që janë kthyer në një përjashtim shumë të rrallë, nuk ka pas arrestime. Sigurisht disa prej tyre janë konsideruar të rrezikshëm edhe mbahen në mbikëqyrje nga policia. Mirë, se po ta merrmenja që ekziston një politikë gjyqësore ka qenë ndryshme me Shqipëni Kosovë. Tregom në bazë të analizës tonë, pse atje njerëzit që shkojnë Siri kthehen edhe pendohen edhe thonë kom gabu, nuk arrestohen e këtu arrestohen. Kemi pas një bisedë me Hoxha Kremin mbi këtë çështje më parë, që i kanë bërë një pyetje që po ja kanë bërë atij, po çfarë rezulton edhe nga diskutime që kam pas me ekspertë të Institutit për Siguri, domethënë KCS-s, dhe nga vetë përvoja edhe me madje dhe diskutime me disa prej këtyre njerëzve që kanë qenë të arrestuar, mbasi janë kthyer nga Siria, rezulton se ndoshta institucionet kosovare, më saktësisht prokuroria, ka besuar që përmes arrestimit të çdo njeriu që kthehet dhe që ata, jo çdo njeriu që kthehet, por çdo njeriu që ata mund të kenë një provë sado të vogël që ky ka qenë në Siri, do garantohet rendi, do garantohet siguria dhe ndoshta do ketë një impakt pozitiv edhe mbi deradikalizimin. Ajo që ka ndodhur në Shqipëri, në fakt është interesante se shumë prej këtyre të kthyrëve janë ata cilët janë vënë në mënyrë direkte ose indirekte në vijën e parë të frontit për t'i bind muslimanët e tjerë që të mos shkojnë në Siri, duke i thonë mos i besoni reklamës, atje është tjetër gjë, nuk është si duket në videot propagandistike të ISIS. Ndoshta vlen të ngrihet pyetja, a mos këta njerëz që një pjesë e madhe për cilë mund të jenë edhe të penduar dhe janë kthyer prej andej, duke i futur në burgje në vend që kjo të shërbente në rritjen e rendit të sigurisë Kosovë dhe në vend që të shërbente si një masë për të deradikalizuar, pra për të luftuar ekstremizmin, po bën efektin e kundërt, në rastin më të pakët këta janë një aset që nuk po përdoren. Janë njerëz që kanë qenë atje, e kanë pa me sytë të tyre çka ka ndodhur atje, nuk janë kthyer se kanë pas në një. Pra nuk është se kanë ikur zemërthyer nga Siria, du të rinë Siri, po s'kam çfarë bëj, po kthehem në Kosovë. Ata kanë pas situatën, nuk i ka pëlqyer dhe janë kthyer. Dhe në vend që këta të përdoreshin për të edukuar në mënyrë indirekte, besimtarë të tjerë, njerëz të tjerë cilët janë të rrezikuar nga ekstremizmi i dhunshëm, thjesht po futen në burg. Mentor, ju në këtë hulumtim së fundit jeni citu të thonë që si mënyrë që ishte dashur me vepru është që t'i ofrojnë rehabilitim gjihadistave. Prej kohët keni ardhur në këtë konkludim edhe para se me mri në këtë citat,
apo na tregoni gjetjet e hulumtimit t'ju që është i vetmi që ekziston në Kosovë, ka që i detajum lidhur me atë se qysh ka ardhur ekstremizmi, po e kuptojmë, po shohim çfarë po ndodh në Evropë, po qysh ka ardhur në Kosovë që ky ekstremizëm i donshëm. Unë mendoj se kjo hulumtimi që kena bo na ka pas një qëllim të rëndësishëm për shkak se siç u vërejt edhe në fillim këtij debati do thotë vret mes komunitetit musliman në përgjithësi ka kundërthënie, po edhe mes të teorive ndryshme ka kundërthënie ndryshme dhe ajo çka shumë pak është trajtuar deri më atëherë ka qenë se si qëndron problemi në praktikë. Edhe ne në fakt kemi filluar këtë hulumtim që ta analizojmë duke filluar nga një bazë shumë e hapur, shumë e pavarur, që t'i analizojmë të gjitha faktet të cilat kanë ndikuar në shfaqjen e këtij fenomenit. Na kemi përdorur do thotë si qoftë hulumtimi për bën një analizë sa i përket zhvillimit të ideologjisë në aspektin qoftë religjioz, origjina e këtij problemi, mënyra se si është evoluar. Në bazë të analizave që kena bërë, thotë origjinal grupe, siç u përmend edhe nga imam të ide ekstreme ka pas në periudha ndryshme të historisë, po kjo e tanishmja që tashmë ballafaqohemi kryesisht është vërejtë se burimin e ka në Egjipt. Në fakt në realitet është ajo që përmend situata e burgjeve, në fakt edhe kjo ideologji ka buru pikërisht në për burgjet e Egjiptit. Personat radikalizuar janë futur në burgje, nga aty kanë arritë të shtrinë ndikimin e tyre në të burgosur tjerë dhe pikërisht janë ata të burgosur që të kanë përhapur këtë ideologjinë ekstreme e cila tashmë bizoton në qoftë. Mirë, çu shmrivi dhe në Kosovë? Në Kosovë ne prej burgjeve të Egjiptit. Neve na ka interesu mjaft që ta studiojmë fenomenin edhe se si është zhvilluar në Kosovë. Do thotë na kemi bëu hulumtim qoftë nga ndikimi që kanë pas këto organizata jo qeveritare në Kosovë që kanë funksionuar para luftës, qoftë këto këta persona që janë janë edukuar në botën arabe ku u përmend që kanë një qasje ma shtetet në përgjithësi kanë qasje ma autokratike dhe gjithashtu impakti prej imamëve tjerë nga ajo që kena ardhur deri te konkludimi është se në Kosovë megjithatë përkundër faktit që përmend që ka imam konservativ që cilët janë shfaq më herët, jo në periudhën ku është shfaqur ky problem, po ka kohë që janë përhap. Megjithatë vetë kjo ideologjia e cila është e prapër me këtë që tashmë ISIS është duke e prodhu, ka ardhur përmes imamëve të cilët kanë qenë të edukuar në Egjipt, imam jo kosovar, do thotë imam të parë të radikalizuar në këtë ideologji kanë qenë imam nga Maqedonia, pastaj ka pasur imam nga Kosova, cilët Mira, bën me të pyet, ky imam nga Maqedonia sa gjatë ka nejtë në Kosovë të prediku të mos i kërkosh mos u marr me ta? Në bazë të hulumtimeve që kena bën na, imamit cilët i është referuar raporti, ka qëndruar diku rreth 5 vite në Kosovë, ku gjatë periudhës sa ka funksionuar në Kosovë në një forme, ai ka qenë mjaft i aktiv në ligjërimet të ndryshme, edhe ka arritë megjithatë ta krijojë një bazament të individëve, cilët një pjesë e madhe tashmë ose ka marrë rrugën për Siri ose edhe më tutje gjendjen në Siri. Domethënë nxënësit e tij janë tu akuzuar për kryesisht terrorizëm. mbjellja e kësaj ideologjie fillon nga ai ku është sot? Sipas informacion që kemi është i burgosur në Maqedoni, po se si reflektohet që ky ekstremizëm ndoshta çfarë reagimi nxit prej njerëzve besimtar që në farë forme predikojnë një islam mjaft patriotik që dojnë me lidh me traditën edhe kulturën shqiptare, po du me pa dhe me nda me juve një deklarat të dervishit Faik Doda që na dha gjatë kohës që ishim duke e gjiru ceremoninë e tyre, të shohim çka ka thonë. Për ata unë të kallëzoj kush janë këta vahabista, këta mjekrosha që kanë ardhur prej Arabie. Këta nuk kanë të bëjnë asgjë me muslimanizmin, Abdul Wahabin cilë ta thirrën, për çfarë ata të bëjnë një intervistë, nuk tut na prej tyre. Nuk tut ma. Absolut, edhe tregoj. Pse ka dikush që tutet ta? Prej tyre. Ta krejt hoxhallarët me dhunja u kanë shu xhamia tjetër atje. Pse jeta?
ai ka fëmijë, ka familje, e qojnë najrë. Po flasë tash si fajks, po flasë mos si përpasues. Ama, qysh bërën edhe çka thirrën këta kur dush bisedojmë ata në parimin e parë në kundër i kombit vet. Pse? Dukjen nuk e kanë si shqiptar. Nëse na besojmë Zotin, Zoti ty të ka përcaktuar se edhe në kom ka me linë. Për shembull, ty të ka përcaktuar me linë shqiptar, ka me linë një kombi tjetër. Zoti, ti në hapin e parë ata janë kundër i Zotit. Domthonë dojnë me u duk si arab. E shkakoran si ajo punë. Mullaj Drezilani thot Zoti din shqip. Atë Gjergjpishta thot Zoti na kupton shqip. Shëm Musa Shehzade që shehu ka emrin e tij, thot Zoti na i pranon lutjet tona shqip. E pse mu duk unë si pers, unë jam shqiptar. Unë kisha pas qef shumë e po debat me ta, se ata asë një lidhje me Kurani nuk e kanë. Ajo është rrymë e financume prej qendrave slave për prezentimin e fesë muslimane në përëndim si një diçka krejt tjetër që në fakt nuk është. Gjihada, diçka të më thonë, thojnë ata gjihadista, a gjunohi Allahi të më thonë gjihadist. Gjihadist është qlirimtar. Gjihadisti është ai që lufton për tokën e vetë. Ku jënë konë ata burra sesionar me neve, ku jënë konë që ke me kalasha, me sigjima. Ku jënë konë? Sesionar mu hi me eksploziv stacion të policor, që na i kanë dhënu motra. E me meti shajt për gjithmonë e heroi kombit. Pse sa? Pse sa? E din shumë mirë marincat Amerikan ku kanë hi këtu sa vetë na kanë gjetë. Shumë mirë e di. 54 vete mi konë. Ku? Qëtun duka gjenë me armë. Ku jenë konë këta burra atëherë? Ku jenë konë që shkojnë në vranë në Siri për shamushën eksploziv? Ku jenë konë? Ku ka shejtni matë masë me dekë për vanë tonin? Gjihad do më thonë luftë të shajt. Ata veti thonë gjihadist. Nuk ka të baj, kush gjo me gjihadin kjo? Nuk është luftë të shajt. Pse ka shumë për apë kjo? Në mënyrë marramen se kjo rrymë. Nuk e më pas nevojnë alla për këtë rrymë. Shqiptarët tradicionalisht në botë nuk ka komb, kërkun rruzu toksor që bashkjetojnë gjitha fetë. Nuk ka. Mirë, Znigola, unë e ma shumë tash do është me hap muhabetin lidhur me atë se sa është e vërtet nga tendencën që ne themi që ky o veni që duhet ka mjaft tolerancë ndërfetare. Tash, a jemi të ballafaqu si duhet me një tolerancë më të pakt, apo a është trendi me pas pak tolerancë, apo ka që tu hapsin mjaft në Kosovë hala për tolerancë ndërfetare? Pyetja është jashtëzakonisht e mirë. Pa dilemë veç para se me shku te kjo, vetëm një pyetje ndoshta retorike që kishme na i përmbys komplet perspektivat e debatit, në një edhe në ndë, kishte me fuqizu argumentin tam që feja në mas të madhe mënyrë se si predikohet është skajshmesht të kushtëzume edhe prej rrethanave, konteksteve edhe se si zhvillohet ajo. Unë përbës kështu, çka nëse në raportet gjeopolitike do të vazhdonte përkraja nga Amerika, nga Franca, nga Anglia, edhe nga ministri i jashtëm me Joni ma herët që ke, jo është më thosë që më duke në Verhoxha po, kur e përkrahte luftën kundër Asadit. E unë po pës, me këta luftëtarë që kanë shkuar atje me luftu Asadin, si do të portretizoheshin sot po të binte Asadin ka pushteti? Vetëm kaq. Po du me thonë se sa është... Prandaj nuk po si ata në Francë që kanë shku me luftu për para Frankën. Po, okej. Prandaj po të thonë që edhe predikimi është gjithmonë një farë mënyrë i kushtëzuar nga fryma, nga klima, nga diskursi dhe gjithmonë feja edhe çdo ideologji tjetër në fund, po sidomos feja është si më thonë gjithçka mundesh me gjetë. Në Islam mund gjesh edhe dhunë, po mund gjesh sa dush edhe kthirje për paqe. Unë bile kisha një farë polemike me njërin në Facebook, të kish rëndit një 10-15 citate kuranore ku thotë mytni, vjerni, pasioni, gjitha dy sot citate të tjera që thotë jo, polemizoni në mënyrë të mirë, ofroni polemizimin sa më të mirë me ta, thirrnin paqe, ju keni fenë ju, ne kemi. Domethënë ka shumë, kështu që çka mundesh Islami, sidomos Kurani sot është skajshmërisht heterogjen dhe mund gjesh çka dush varësisht prej klimës, kontekstit politik, forcave ndryshme kulturore etj dhe këtë këto ndikojnë në predikimin se si ti don me ofru si Islam. E tash fa Islami predikohet në Kosovë, pashtu po them është lloj-lloj. Ka për predikimit më ekstrem ultrakonservativ, tek predikimit që janë të moderume, po që synojnë me rujt një farë
themeli ritualist të islamit, në cilat këta mendojnë që është islami vërtet, domethënë shahadeti, namazi, Ramazani etj. Qysh e kishe shpjegu si sociolog faktin që në Kosovë ka njerë që shkojnë me luftu në Siri, në fakt kemi ma shumë musliman se që ka Belgjika e Franca për kokë banori, e s'ke bomba dhe aktivitete dunës mrena. Qysh e kishe shpjegu si sociolog faktin që ki vene me ma pak varfëni, me ma pak ekstremizm, ma shumë liri si Belgjika e Franca, atje po ka ekstremizm dënshëm, në Kosovë mrena nuk po ka. Po, shqo të ashtojen qështje cilat ndoshta duhet më prit pak muftof gjanat për me dash me reflektu, ndoshta mjën pak ma akademike. Ta është disa studiues që u merren më intensivisht, për shembull Oliver Roy. Edhe Oliver Roy ka një koncept jashtëzakonisht interesant, thotë ne nuk po ballafaqohemi me islamizëm radikal, po ne më ballafaqohemi me islamizim të radikalitetit. Edhe problemet të cilat sot po dalin sipërfaqe nga aktivitetet terroriste, ma shumë i lidh me një falloj brezit të rinjësht të cilët, si më thonë, karakterizohen me një falloj nihilizmi, edhe, si më thonë, përpiqen me gjetë kauza drejt gjohet ndërtimit të do fa idealeve, gjohet rebelimit kundër padrejësive sistemike në nivel global edhe tjerë e tjerë. Edhe përfundon me konstatimin që ky rebelimit të rinjeve, dhe jo gjinatës parë, po të konvertuarave rishtas që ndodh për shembull në Francë, çka ndodh? Ta gjejnë leven më të përshtatshme në tregun e radikalizmave, revoltës radikale, leven më të përshtatshme e gjejnë tek leva islame. Kështu që më shumë këtu duhet më pa në një perspektivë të kushtëzimeve politike, raporteve gjeopolitike në glob, se sa që do duhet të esencializonim dhunën edhe krimin, edhe terrorizmin me një fe të caktuar në këtë rast me fenë islame. Unë tash po shoh që ka një përpjekje kaq interesante për me e deislamizu çfarë të radikalizmi, sepse vetëm kështu ka me pas mundësi për me ruajt multikulturalizmin, për cilin Merkelli tha që ka dështuar si projekt, por nuk mendoj se ka dështuar, përkundazi është vetëm ja zgjidhje pluralizmi. Pse po them, duhet ta përfundoj, është shumë e rëndësishme. Sot ne karakterizohemi një fakt pashmangshëm sociologjik që është pluraliteti. Sot nuk mundesh ti me bësh shoqënit uniforme. Ai nuk do më dhënë dorën, ti do më dhënë dorën, ti e ke komunitetin tonë, ai ka komunitetin e vet të tjetër. Por është fakt pluraliteti. Tash vetëm me ideologji që mund të më adresu pluralitetin është pikërisht pluralizmi, përkatësisht atë që Charles Taylor e quante, ne e kemi kuptuar sekularizmin thotë. E kemi kuptuar sekularizmi nuk ka të bëjë drejt për së drejti shtetin në raport me një fe, po ka të bëjë me mënyrën e reagimit të shtetit demokratik ndaj diversitetit, ndaj pluralitetit. Edhe fatkeqësisht unë nuk mendoj që deri sot shteti jon ka pas qasjen e duhur në trajtimin dhe menaxhimin e diversitetit. Çka ka qenë qasje pa duhur? Ami disa shembuj që s'janë qasje e duhur. Pa që për shembull të ke raste kur nga shteti jo vetëm që tolerohen por edhe favorizohen fe të caktuara. Për shembull ti ke në Gjakov ku shpërndahen fletushka propagandistike të shkollave ose rrymave protestante evangeliste, madje në një lloj konvertimi publik që i bëhet qytetarëve në protestantizëm, është shumë interesant, është një të evidentuar në YouTube, kanë qenë prezent edhe zyrtar policor edhe zyrtar komunal. Shteti kur është shpërnda protestanizmi, ha? Kur është bë konvertimi publik i tyre. Çka jep me kuptu kjo? Kjo jep me kuptu që shteti nuk është rujt baraz distancën me gjitha, jo vetëm religionin, po dhe bot kuptimi ideologjik mund të jetë edhe sekularist. Në fund nacionalizmi është ideologji sekulare, ateizmi është ashtu ideologji sekulare. Shteti duhet me kriju mundësi që në hapësirën publike, komunitetet të ndryshme, qofshin ato fetare, sekulare e tjera, me bashk ekzistu si të tilla dhe me kultivu vlerat e tyre. Aq sa nuk cënohet, si më thonë, integriteti fizik i tjetër. Po flasim për ekstremizmin e dhunshëm, kjo që na po dojmë me eliminu. Po çysh është menaxhuar, mendoj që është skajshmërisht keq. Edhe në anën tjetër për shembull ti ke edhe sot ke në afër kampusit universitar, ke ta zonë shpërndarje publike të fletushkave të bijve të Jehovës. Ç'është kësisht në rregull. Po, edhe në zgjedhje studentore ki organizata studentore. Ta shkëshosh interesant. Me aftë religjioze. Nga forumi, edhe plus kësaj, nga forumi i të rinjve musliman. Këtu ka qenë një rast ku i shpërndan edhe fletushka, edhe me polici, i tërhoqen edhe. Domethënë, trajtimi nuk është i barabartë. Nëse në hapësira publike ne e dim në fundit që
unë po pajtohem edhe nëse nuk I lidhim direkt ekstremizmin e dhunshëm me predikimin ultrakonservativ, nuk mujmë me mohut në tonë si lidhje. Ka një farë lidhje aty. Edhe kjo tash dëgjy shtetin, po bën një farë strukture paranojake, wow, që këta më mjekra duhet më rujt ti parandalojmë çdo gjë. Jo, kjo nuk është mënyra e duhur. A është veç reagim instinktiv për Barkut I joni, apo është edhe tendencë me impresionu të hujt? Kjo definitivisht është një fallë nevoje rishtimit ton kulturor, politik me të jashtme, ne dhe fabrikojmë armikun pa qenë hiç vetëm e ka thënë se ne po luftojmë terrorizmin. Edhe interesant që është edhe zoti Avdiu këtu, shumica nuk e dinë se janë liruar gjithë hoxhallarët e atij numri I famshëm 4 e diçka. U arrestuan gjithë, unë liruan. Ma shumë është të bo spektakle të cilat po krijojnë një farë opinioni, edhe rrjedhimisht po krijojnë për kundërefekt radikalizmin, se sa që për një me është... Se po kundërefekt, çka krijojnë këto arrestime që po I heroizojnë. Këta hoxhallarë që janë arrestu, edhe që vazhdojnë në predikime ultrakonservative, sot I ke autoritetet pa kontestueshme në predikimet që bëhen jo publike. Edhe ai bëhet autoritet që e ngon, edhe e pyet për çdo sen. Kjo është problemi, se shteti ka heroizuar për kundërefekt. Sepse çfarë këta po na sulmojnë etj etj. Se në këtë rast domethënë dalin ata kërcënues të hoxhallarëve dhe thonë, "A peshe, ju e keni gabim, na gjithmonë po flasim për ju demasku juve, se juve çka ju bëni pushteti, domethënë na e kemi mirë ndërsa ju jeni servil." Çka është shumë detaj interesante, po njëjtën kohë kanë dalë tash disa hulumtime si këto të fundit që janë botu edhe mbyn lidhur me atë ku I ki prindërit të cilët po I lusin fëmijët e tyre me mos mu shpërlatrun, pja marrin pasaportën, po jo nxor edhe çka I thuni çatyre fëmijëve, çatyre prindve që kërkojnë ndoshta ndihmë prej imamëve, unë do t'ju pyes edhe çka kërkoni ju prej shtetit, po kemi prind që janë portretizuar në këto storje, njërin që e ka shkruajtur Arbana Gjara për Bern, ku thot prindi thot s'po di çka me bo, po më shkojnë fëmijët në Siri, e nuk po dim çka me bo, qysh me I kthy, qysh me I lanë mos me shku, çka po I thuni këtyre njerëzve, qysh me ju qasti? Jeta detyrimisht do të me u kthy në disa pika të asaj pjesës që I parapriu debatit. U përmend prezenca fizike e njënit prej imamëve ose hoxhallarëve të apostrofum, I cili ka qëndruar 5 vite në Kosovë. Sot për me radikalizu ose me deradikalizu, me ndiku për mirë ose për keq nuk është domosdoshmërisht me qenë evidente prezenca fizike. Për arsye se tani bota është bërë si një fshat I vogël edhe mundësitë e komunikimit domethënë janë të pakufizuar. Kështu që edhe konfiskimi I pasaportës ose marrja e pasaportës ose burgosja ose kështu me radhë. Ideja ushqehet posaçërisht ideja e ekstremizmit të dhunshëm, domethënë ushqehet u përmendën gjetjet e raportit të ÇKSS-s. Ushqehet në represion. Do thonë represioni është ai I cili këtë ide të ekstremizmit dhunshëm I jep legjitimitet akoma më tepër, e kam fjalën brenda komunitetit. Për arsye se njeriu në esencë ka prirje me u pozicionu karshi edhe më shumë ka dëshirë prej atij që I qëndron përballë. Me pa diçka që këto e irriton, e hidhron hala më tepër, I jep arsye për me e konsideru si armik, sesa me pa sinjale pajtuese. Edhe në këtë formë do të thonë ky ekstremizëm I dhunshëm ushqehet. Njëherë e kam pas një bisedë me disa ndërkombëtar. Edhe më pyetën mu pse trinjt kosovar shkojnë në Siri. Thash unë e kam një përgjigje të thjeshtë. Trinjt kosovar shkojnë në Siri se nuk më ngojnë mua dhe nuk I ngojnë kolegët e mi, domethënë që flasim për një domethënë diskurs të caktuar. Pastaj në fillim zoti Avdiu ka pas një farë nëse jo cytje stimulim ka qenë një farë konkretizo Ardian që të mos I përgjithsojnë. Ju thatë ministrit, ne mo prej imamëve. Ka qenë një politik me luftuni. Shef, unë e përmenda një gjë. Nëse përmendim si frym që ka ekzistuar, Ves një gjatë ta kuptom, jo, nuk e kam për qëllim, edhe me më thonë mu konkretisht, absolutisht, na jemi njerëz edhe nëse eventualisht kemi gabu dikun nuk prish punë. Mirë po flasim, edhe ajo fryma që po thuti se është ushqy, domethënë ekstremizmi I dhunshëm prej saj. Sot gjetjet japin se vendet më të rrezikume prej veprimtarisë së ISIS-it konkretisht janë pikërisht Arabia Saudite edhe vendet e ngjashme. Nuk është se ata ISIS-i si ide. Ka dalë, so eksploziva, so vende janë eksplozuar, so civil kanë vdek për qytene në Arabi Saudite, hajde, që të tregoj, për me numër të njerëzve nuk e di, veç prej vitit 2014, do më thonë ISIS-i ka realizu jashtë Siris 87 sulme, do më thonë me eksplodime, shpërthime, gjana. Në Arabin Saudite. Jo, krejt.
Domethënë diku rreth 30 janë bën në Evropë, në Australi dhe në vende tjera, ndërsa pjesa tjetër 57 janë në botën islame në përgjithësi. Edhe këtu e sheh se prej këtyre veprimtarive domethënë më të rrezikumit janë vetë muslimanët. Kjo është pse e them këtë. Kjo është e rëndësishme për me ardhur në përfundim se ISIS-i islamin e rrezikon më tepër. ISIS-i muslimanët i rrezikon më tepër. Nëse dojmë me thonë, po themi, gjithë ne jemi musliman, po pretendoj, qoftë edhe në aspektin statistikor. Me ardhë tash ISIS-i me thonë, kanë këshe pas qef, mas pari me ekzekutu, me pas qenë në pendje, mos e dhash zoti, pendje të ISIS-it. Qa ta mërmenja të vjeta, kanë e këshin ekzekutu të parin. Unë e t'i bin 2 emna, jam uja Bahrin. Po. Do thot para teje. Na jemi pengesa reale, ti mundesh me fol gjithë ditën kundër asaj pune, mirë po ta thojnë kjo e ka Si po shkojmë mes koncertit të heavy metalit në Paris. Kjo është tendencë në mënyrë me luftu edhe kulturën, një kulturë që don me ndigju muzikë, shkon koncert. Nuk kisha thonë. Unë kisha thonë që nashta ata ma me qef e kishin bombardu, po e zonë parlamentin, ose qeverin, ose kështu me radhë. Jo, nuk është, ose sulmet e Brukselit, u përmendën domethënë sulmet në metro në lagjën që ndoshta është koncentrimi i vetë komunitetit musliman. Unë mendoj se nuk është rastësishme kjo. Sulmet ndaj gazetës Charlie Hebdo, as si konsideron dhe këto luftës së kulturës? Unë nuk po e përjashtoj, nuk po them se jo ata nuk kanë kurrë, veç me neve kanë, po them në prioritetet për të i luftu, domethënë janë ata që pengojnë mas tepër. Si jemi ty ushty kush është armik më i madh i ISIS-it? Po ta shkallëzom, përgjithmonë pyetje çka i thu prindve që dojnë me luftu. Çka me bëj ata prind? Edhe aty do të vi. Raporti hulumtimi i QKSS-s një gjetje interesante e përmende numri se është shumë spekulohet me numrin e pjesëmarrësve kosovar. Unë deri sot nuk kam dëgju version zyrtar që e çon numrin më lart se 84 pjesëmarrës, që është aktual. Edhe këta hulumtues zotëritë e QKSS-s, domethënë 300 që përmendet mund të jetë njerëzit që kanë shku para se me ekzistuar ISIS-i janë kthyer kështu me radhë, edhe pse as ai nuk është zyrtar. Mirë po është interesant. E pash para 2-3 ditëve një tabel interesante, në milion banor sa njerëz janë prej vendeve të ndryshme, edhe dilte Kosova një rang bukur interesant, bukurinal, dilte dikun 34 ose 5 pjesëmarrës. Mirë po QKSS-ja, raporti QKSS-s e ka përmend një gjë, nuk do të matë me numër të banorëve, do të matë me numër të muslimanëve. Edhe në bazë kësaj del se francezët marrin pjesë në ISIS më tepër, finlandezët paramendojnë marrin pjesë në ISIS më tepër se sa kosovarët. Unë nuk po du me thonë se një kosovar nëse shkon atje nuk është shqetësuese për neve. Kjo revoltës gjeneratave që po lidh Oliver Roy, të sa po konvertum. Islamizimi i radikalizmit, islamizimi i ekstremizmit, islamizimi i dhunës. Është një gjë interesante, po te sa po të konvertumit, apo edhe te ata që tradicionalisht janë musliman mirë, po nuk janë të informuar. Rasti i Kosovës, po e zonë ose i Shqipnisë. Ajo pjesa e pa udhëzume, e pa edukume, e pa arsimume, ajo pjesa që unë i quj shikoj në rrjete sociale emnin e vetë edhe mbi emnin e shkruan me shkronjë të vogël, mbi të gjitha emnin e Allahut, që është autoriteti suprem për një besimtar, prapë e shkruan me atë të vogël, aty e shes se sa është niveli i tij. E këta janë brumi më i mirë, më i përshtatshëm për ti përdor në projektin e madh që unë mendoj se e te i kalon pastaj edhe nivelin e tyne, e te i kalon edhe nivelin tem edhe tondin për islamizimin e dhunës, radikalizmit, ekstremizmit e kështu me radhë që... Diçka që shpesh rrëshqet në gjithë këto diskutime është që duket sikur një video YouTube që qelloi aty, po erdhi një imam që kishte studiu në Egjipt, më thënë merren sikur janë disa shkaqe apo ndodhi të shkëputura nga njëra tjetra, zakonisht institucionet, bashkësitë fetare gjithmonë kapen nga fil, papritur na ndodhi kjo, ne sigurisht kemi bë thirrje që kundër këtyne, kjo nuk është pro islamit, Kurani thot shu, profeti thot ashtu, institucionet e sigurisë dhe ata thonë, po, situata është shqetësuese. Këto është shpreha që Roma nuk u ndërtu me një ditë. Dhe ISIS-i, nëse tani mund të hyjmë pak lëmë në spekulimit, po me dorë në zemër dhe ISIS-i që lloj Frankensteini, që nuk u ndërtu vetëm nga një doktor. Marrim rastin paktën në Shqipëri vitet 90, mesin e viteve 90 e më pas, ka pasur organizatat ndryshme që ka qenë dhe filantrope dhe në mesin e tyre ka pas njerëz cilët më vonë kur arrestuan janë varur në shtetet përkatëse
për ngjarje që kanë pas lidhje me terrorizmin, deri te atentati i vrasjes së Sadat, që s'gabohem. Ka qenë po. Dhe praktikisht arrinin ditën me diell të pafshehur në për xhami, predikonin nga mëngjesi dhe ndarkë se si duhen vrah hebrejt, përfshi dhe fëmijët e tyre, edhe pse kjo është ndaluar. Jetë fol për troje shqiptare. Po. Kjo bu në për Shqipëni e Kosovë. Po të marr rastin e Shqipërisë si shembull për tregu që nuk ka qenë kaq shkollaj. Dhe çuditërisht, këta persona që ishin terroristë të kërkuar ndërkombëtarisht, kanë nejtë me vite në Tiranë, pa një gjem në këmbë, dhe pa pritur një ditë u arrestuan gjithë. Pra, patën një amnisti për vite me radhë. Dhe këtë e dinin institucionet e sigurisë, e dinin Bashkitë Islame, e dinin kush ishin. Ata dilin publikisht dhe bënin thirrje për terrorizëm. Shpërndaheshin videokaseta me xhihad, ku si pritet shkoka ushtarit rus, mashallah vllai, atje do shkojnë gjithë për xhenet. Dhe kjo Po Ervin, çai thua aty që thonë, po ka dalë se si kemi marrë seriozisht, kemi lënë lirisë shprehjes. Edhe në Amerikë ka njerëz cilët sot e kësaj dite, edhe pse arrestojnë burgjet i kanë plot, dalin fëmijët edhe gjujnë me armë. Nuk po flas për xhami legale, tash tu quhet xhami legale. Këto kanë qenë Xhura ka qenë një rast, xhamit njohura dhe xhamit e mainstream. Dhe dilte dhe mate predikim se si rruga jonë është Allahu, është xhihadi, duhet shkojmë të vrasim qafirët kudo që janë, ka ardhur sot koha çdo musliman sot është obliguar me shku në xhihad. Pra, shefti shko atje, merr Kalashnikovin, vrit qafirin, ka shkollaj, ka qenë diskutimi. Mira, ka pas debat, konfrontim nga kundër imamët që kanë thonë sot që ashtu? Me thonë drejtën, në atë kohë hyni dhe praktika drunit. Unë mbajmen një rast që bot fjalë vitin 98, mas 97 Shqipëria ka qenë ka qenë një situatë tepër të vështirë, kur shkoi policia, pati një rast banal, do të thonë një antari xhamis pati konflikt me një komshi, shkon furgoni me policë, ndërkohë vjen një furgon tjetër plot me djem të ri, mashallah, gjithë me mjekra, dhe ata nuk i dim. Po furgoni policisë, kombi policisë, pa kombin me djem të ri, cilët kishin shkuar ato moment fisabilillah, dhe u kthy mrapsh. Pra që në shenjat e para. Për këtë që po thu, zotri Qafmolla, ku kanë shku këta njerëz që ju kanë dhënë këto videokaseta? Një pjesë janë varë, me sukses, në Egjipt. Të paktën dy që shqiptarë në Shqipëri. Në Shqipëri. Ta që janë dhënë këto videokaseta. Një pjesë e tyre janë të radikalizuar me kalimin e kohës. Për shembull, një organizatë se bashkë kështu hapur. Ta them emër, them emër. Nuk kanë mund më dhanë në Shqipëri, sepse ka ekzistuar dhe policia, ministria e cila ka pas. Në Kosovë, 4-5 ligjërata që kanë dalë në YouTube, për cilën kanë qenë turpnuse. Të jap emër edhe datë konkrete. Gjatë ligjërimit në xhami. Jo, se unë e di se kam qenë 3 vite në Shqipëri. Po në 96-ën për shembull, Al-Harameni ka pas trehu disa prej këtyre individëve. Vitën 90-a fjala. Për këtyre individëve dhe unë personalisht, nga një njeri që punonte në Al-Haramein, kam marrë një videokaset ku tregosh prej me kaptinash. Dëshmitar unë vetë. Ja ka dhënë atij dikun. Unë kam qenë adoleshent në atë kohë dhe unë e kam marrë nga ai. Pra po them, edhe brenda vetë në organizatave nuk është se ka pas sistem mirëfill kontrolli që ata ta dinin a është Bilali ky që kam këtu apo është dikush tjetër. Dhe më tragjikja është po ta shohim nga ana një skenari si personazh filmik, po marrim një personazh imagjinar, po e quajmë Endrit fundja. Po japim Fatmir, Çencikas, po japim emër me origjinë arabe, i cili ka kalu, vjen nga një familje që nuk ka një traditë mirëfillt islame. E ka mësu islamin, themi, në kushte jo shumë favorshme, ka pas akses në mësimet shkëputme nga dietar dyshimt, ka lexu libra Leta di rinia apo Drita në rrugë, vetëm ato ama. Hadithet profetike i ka marrë vetëm sipas një filtrit saktum i një rrymë caktume, dhe ky një ditë vendos me shku në Siri, thot, xhihadi thirrja e çdo muslimani. Shkon atje dhe shef çfarë po ndodh. Zgënjehet për pasaportën e tij e mbar Ridvan Haqifi, pa bë 3 muaj aty i thot, pa bë 3 muaj nuk mund të kthehet. Kur kthehet, vjen, thon, mirë se erdhe, prangat, ti je terrorist tashmë, pendimi i këtij nuk vlen, e fusin në burg. Në burg takon dhe tjerë si vetja, cilët thonë me vërtet u zgënjym, po dhe këto që e kanë të poshtër. Kupto, do radikalizohen përsëri. Çfarë ndodh tani me gjithë këtë histori? Ku do shkoj kjo? Ku do përfundoj? A keni, si qendër që keni studiu, a keni ndaj rekomandim konkret për shtetin e Kosovës
se si me luftu këtë pasoj, se ju po folni në raportin e ju për pasojat edhe, nëse këto janë pasojat që po i përmen Ervini, pasojat e luftës kundër terrorizmit, çka duhet me bo shteti? Çka kishit rekomandu? Tu pasojat është e pamundshme nëse nuk analizohen edhe shkaqet. Dhe në fakt raporti në përgjithësi mund të them më shumë është marrë me shkaqet se sa me pasojat, për shkak se shkaqet që kanë ndikuar në krijimin e pasojave. Andaj mund të se shumë çka që fol këtu është ka të vërteta në gjitha këto që u thanë, megjithatë mendoj se këto duhet të analizohen në mënyrë më të strukturuar për shkak se jo gjithmonë opinionet janë relevante, aq sa janë relevante ajo çfarë ndodh në terren. Ne jemi mundu që... A bon me të nalë që to, e kom pa që ju e keni përshkru që për memri dejte një intervjist që keni bo për raport për memri, dejte një njëri që keni dasht me intervistu që ka pas kësi bot kuptime, jeni dasht gjys orë në kam me hec, sepse s'ka pas as rrugë, sepse s'ka pas as autobus që shkon atje, qa shka qeni izolu. E na po folim këtu për këtë deshta me thonë që nuk janë shumë gjëra që shpesher injorohen, shpesher është vështirë që të përmbledhen në një opinion të gjitha këtu dhe pasaj opinionet gjithmonë janë të mangta. Unë mendoj se... Më duke interesant që gjysore keni hez, po internet ka pas. Është fakt se për shembull janë faktor të ndryshëm që ndikojnë në procesin e radikalizimit. U përmend këtu për shembull standardet e dyfishta. Unë mendoj se standardet e dyfishta kryesisht burojnë nga fakti që qytetarët jo domosdo e kanë infrastrukturën e nevojshme që me hulumtu problemin në esencë, edhe deri më tani deri me publikimin e raportit tonë sidomos kryesisht është fol në botkuptime të ndryshme, qoftë nga literatura, qoftë nga kundërthënia brenda shkollave të religjioze të islamit apo çfarë do çështje tjetër, po nuk është fol nga vetë fenomeni i cili është duke u zhvilluar në Kosovë, i cili është bazohet në rrethonat vendore, në ndikimin, impaktin global që ky fenomen ka marrë. Na në përgjithësi do thotë e gjetura kryesore e këtij raporti mund të them se është pikërisht kategorizimi i njerëzve, cilët duhet edhe mënyra se si duhet trajtohen ato. Nëse e kanë marrë kështu bukfalisht rekomandimin e ju që duhet organet e sigurisë me u marrë me terrorizëm, edhe i kanë arrestu 50 veta, edhe tash ata 50 veta janë të shku në gjykim, është mënyra se si po nxirret deklarata, po i thonë kena me të lëshu në aresht të pjak, mundesh me dalë pi burgut nëse e pranon fajsin, ata krejt po e pranojnë fajsin. A është kjo formë cilën ju e keni menu qysh me adresu problemin e terrorizmit ka aspektit sigurisë, mas i mirëni me sigurisë? Na e kena qellu problemin pak... Para daljes së studime. Mirë. Na nuk ka ndodhë me preferencë të... Na problemi mendoj se kena qellu pak më thellë se kaq. Do thotë ne kemi... Kam pas rekomandime nga gjitha qarqet që nuk po mirën mjaft seriozisht organet e sigurisë. Ne në fakt e mira më e madhe për këtij raporti që ka dalë është për shkak se është definu se kush janë personat që duhet të friksohet edhe kush janë personat që janë konservativ në opinionet tyre, po që nuk ka nevojë të krijohet panik e cila është kriju deri në atë moment. Atëherë, me pyet konkretisht, a kemi nevojë mu friksu prej njerëzve që kthehen prej Sirisë, a duhet me arrestu? Po, mendoj se secili ekzistojnë periudha ndryshme kohore, do të thotë fenomeni do të këshyret në aspektin kronologjik. Personat cilët kanë shku qysh në fillim të konfliktin në Siri, nuk do të thotë domosdoshmë që kanë qenë të ekstremizuar në pikpamje religjioze. Shumë prej tyre mund të ketë shkuar edhe për parime humane, gjë që ka qenë edhe një farforme, një thirrje e përgjithshme globale, një keq kuptim i përgjithshëm global, ku ka inspiruar individ të ndryshëm të marrin pjesë. Do thotë deri me shfaqjen e këtyre videove tmerruese, të cilat janë shfaq kryesisht në vitin 2014, pjesën e parë deri në mesin, deri me këto videot që kanë dalë edhe nga ekstremistët shqiptar, mund të thuhet se një pjesë e madhe e tyre që kanë shkuar në luftë në Siri dhe në Irak kanë qenë të lajthitur. Kanë shku për një qëllim tjetër edhe kur me të rritur atje kanë pa që në fakt shkurja aty është në një realitet cilën ata nuk e kanë
para ftyru, edhe një pjesë e tyne janë këty. Ka prej tyne që ka mbet, për shembull, u përmend Lavdim Muhaxheri që ka shku në atë kohë, po ka gjetë ambientin cilën në një farë forme është radikalizu edhe në Kosovë në atë ideologji. A ekziston që ambient, halo? A ekziston kështu si ambient ku mund të kultivu një ekstremizëm? Sot, mas gjithë kësaj që dim, mas gjithë këtyre arrestimeve, mas... A ekziston që kjo ambient? Për Kosovë, po pës. A vazhdon me ekzistu ambienti që inspiron ekstremizëm? Na faktikisht edhe pas publikimit të raportit kemi pas non-stop kontakte vazhdueshme qoftë me komunitetin religjioz, qoftë me këta persona që kanë bindje më konservative religjioze, qoftë edhe me policinë, me zyrtarë të tjerë dhe në përgjithësi do thotë ka një lëvizje, pikërisht edhe për shkak kontributit të raportit, se një kategori e caktuar me cila ka qenë shënjestër e opinionit përgjithshëm, sidomos e këtyre praktikuesve religjioz konservativ, të cilët janë në një farë formë futur në një blok me këta personat e ekstremizum, ka ardhur te krijimi një ambienti më të relaksum shoqëror, ku tashmë veç se vërehet se ka vërtet një debat mirëfillt mes grupeve ndryshme. Unë mendoj se deri në publikimin e këtij raportit shumë kush ka qenë skeptik nëse ka mundësi për me pas debat në shoqëri, është menduar se shoqëria në një formë ka arrit atë polarizimin e pakthyeshëm. Dërsa raporti si dhe aktivitetet pas raportit, që ne i kemi zhvilluar, ka dëshmuar plotësisht të kundërtën se megjithëse Kosovë ka opinione diametralisht të kundërta, bindje të kundërta. Është gjithçka edhe më tutje vazhdon të jetë në frymën ku mund të debatohet. Edhe mendoj se kjo kontribon në zhvillimit të një kulture të përgjithshme shoqërore ku shpesh edhe personat e indoktrinuar kanë mundësi me kuptu se shoqëria nuk është domosdoshmë kundër tyre, po është kundër bindjeve të tyre. Mirë, Ardian, nuk mora përgjigje, po du me marrë në fund përgjigje. Çka mi thonë prindërve, cilët i kemi intervistu, edhe cilët nuk, përveç që nuk e kuptojnë që atë që e përmenet ti që i the revolt rinore. Të ne nuk ekziston, po në Mirë, nivel të Evropës më po shumë. janë të ballafaqu me fëmijë, vetë nuk janë tillë, por gjenerata e re është. Çu shmujnë ata me luftu e me rikthy qash për larje trunit që ju ka botë? Në çfarë forme? Që kjo mbi gjitha do të më kuptu si luftë ideore. Edhe ekstremizmi, edhe terrorizmi janë format e ideologjisë aktive dhe lufta nuk duhet terroristët nuk luftohen me tomahawka, nuk të luftohen me kallasha, të luftohen me luftë ideore, me mjete ideore. Me gjitha shteti duhet me financu jashtëzakonisht shumë, edhe mos me improvizu që shka improvizu tash 18 vite me sistemin arsimor në Kosovë. Sepse mbi gjitha unë e shoh problem nivelin edukativ në shkolla, në shkollimin para universitar, aty ku vendoset themeli i një vetdije më kritike, më qytetare në raport me tjetrin. Edhe përderisa e ke këtë nivel, kaq të ulët të cilësisë në shkollimin para universitar, unë mendoj që bëhet një problem ka më qenë. Unë e pas jashtëzakonisht mirësardh në nismen e QKSS-s për mbajtjen e disa leksioneve kështu në për shkolla, po nisme juaj, po. Për fen, për qysh mos me ilan me bë prej e radikalizmave e tjerë. Kjo është jashtëzakonisht interesant se po duket që edhe politikisht kësaj klase politike nuk është që i konvenon shumë me pas një popullat shumë shkolluar. Ndoshta për një arsye, sepse është resurs shumë më i lehtë elektoral i manipulimit politik këtyne. Kur keti një masë se cila nuk është shkolluar, e manipulon më lehtë. Po problemi është se kjo masë tash ka filluar ndoshta me kuptu politika, që është shumë lehtë edhe e manipulueshme nga çarqe ultrakonservatore, ekstremiste e tjerë e tjerë. Po një problem edhe më. Aso më interesant bosh faktor kundër të hujve kur thush që çu shpeluftojnë që shpeluftoj terrorizmin, s'më rëndësi që jemi korruptum apo që po më thonë të korruptum, unë e peluftoj terrorizmin, unë jam shoku jote. Kjo është jashtëzakonisht e vërtetë që në këtë nivel klisheve ose shumica politikave publike në Kosovë bën në nivel klisheve, rrështimet politike, kulturore me tjerë të tjerë. Sa ma shumë radikalizëm, ekstremizëm, qaq ma shumë arrestime, qaq ma mirë po duket ai politikan. Po, sepse ti të heroizohesh. Anën cinike që do të ishin. Ti po bën aleancë me perëndimin kundër të ligës e tjerë. Kjo një vallitriku politik që e përdor klasa politike, nashta deri diku edhe është legjitime, po megjithatë do të më pas. Apo hohët që ky trik?
Han pazari? Jo, perëndimi nuk e han. Jam shumë i sigurt se perëndimi na njeh shumë më mirë. Pazari Në Kosovë, po, sigurisht që po, sepse kemi një nivel jashtëzakonisht të ulët të vetdijes politike dhe qytetare. Ky është problemi. Nëse më lejon me përmend, po thu nuk janë këto sepse ata e kanë mekanizmat e vet të shpionazhit dhe dinë jashtëzakonisht mirë këtë çka ndodh në Kosovë. Po vinë dhe përgëzojnë Kosovën për luftë kundër terrorizmit. Po çështja, kjo është luftë diplomatike masnej, sepse këta politikanë këtë kanë që thonë ç'u duhet më thonë, ata kanë komunikimin e tyre. Po interesi jonë nuk është aty. Ama diçka kush të merr Bajrakun. Ato kemi fjalën prapë përmirësimit gjendjes dhe konceptit. Okej. Urna? Jo, mendova të kmedet me dal diçka, po okej, ose të portalet. Po folim edhe për media portale. Urna, mas Aty pari. e kisha dhënë, çu Po vazhdo. a mund të jesh vetë kritik, vetë je gazetar, mënyrën përveç që po themi qysh imamt kanë ndiku, folim qysh politika kanë ndiku, qysh kanë ndiku, media çka duhet me bëu media terven. Jo, një sfidë që ne kemi pas brenda kësaj organizate të paktën dhe ti vetë ndjeni shumë mirë, ka qenë që tregohemi sa më të paanshëm, sa më të kujdesshëm, sa më etik kur flasim për njerëz që mund të jenë dyshuar apo të akuzuar për akte terroriste, për pjesëmarrje etj. Dhe ka qenë, madje kemi pas debate nëse bën e përmend emrin e plot apo jo, t'ja nxjerrim mos ja nxjerrim fytyrën dhe gjitha këto. Dhe për fat keq, kjo edhe një pjesë tjetër e medias Kosovë është treguar e përgjegjshme, ama ka qenë një masë e madhe portalesh dhe mediash të cilat kanë vrapu shumë shpejt në përdor termin terrorist, kanë nxit islamofobi në disa raste në mënyrë qëllimshme se ti lexon tekstin që është i drejtuar në këtë mënyrë, deri duke bë ironi me mjekrosh e me këta arabët, madje që edhe rasti që është shumë interesante kur Kosova për fat keq nuk mori votë mjaftueshme në UNESCO, dhe këta menojnë që një pjesë e vendeve arabe kishin votuar kundër, që në fakt kishin votuar pjesa dërmuese pro, dhe u turrën madje gazetar të njohur në përfaqësit e veta në media sociale, duke thënë ja këta arabët, ja këta muslimanët, ja se si këta në fakt janë shpërblen Kosovës e gjitha këto, doli që s'kishte qenë e vërtet, por ama tregoi që mezi çuprit një incident, fundi fare dhe po të kishin votuar kundër, çfarë do të thonë kjo. Mezi çuprit një rast për të shpreh, dhe kjo është shumë e rrezikshme për faktin. Edhe incidenti në liçenin e Badovcit, çu shu interpretu për mediave, çu shu zmadhu? Te incidenti liçenin e Badovcit, viktimat në rast e mediave përfshin deri New York Timesin. Mos harrojmë, histeria kolektive që shpërtheu lokalisht, që këta ishin aty për të helmu liçenin, që doli fillimisht nga një roje liçenin që tha policisë më duket që këta kanë ardhur me helmu, edhe një prej avokatëve kur e morën telefon tha nuk di tha po akuzojnë se ka dashur me helmu liçenin, dhe papritur gjithë besuan që ka helmu liçenin dhe në fund fare doli dhe New York Timesi dhe tha që ja që edhe rastin Kosovë që deshën me helmu liçenin terroristët. Dhe në fund doli që jo. Ajo hala figuron predispozita që këshyr se uji mund të helmohet, figuron si një vrejtje e shtetasve amerikanë që dojnë me udhëtu këtu. Nuk është bash Kam përshtypjen që është dhe pak se unë nuk jam vendalik këtu, kështu që është dhe pak e ngulitur ndoshta në të shkuarën e Kosovës gjatë ish Jugosllavisë që paktën unë kam pa lajmet në këtë rast nga ana publikut që diskutime mbi helmimet mundshme etj. Mund të jetë edhe pak psikozë e cila ka rënjët në histori. Po themi që nga ana e profesionale, nga ana e vërtetimit fakteve, rasti i Badovcit për shembull ka qenë një dështim shumë i madh profesional, sepse bazuar mbi ajër të pastër në këtë rast, s'ka pas si argument tjetër, pa pritur të gjithë folën për helmim liçeni, pa pas asnjë provë. Dhe në fundit doli nga ana e prokurorisë që këta kishin shkuar aty të lexonin një letër në gjuhën arabe ku këta izotoheshin Ebu Bekër al-Baghdadit, halifit të ISIS-it, për aleancë, do të thonë sigurisht ne do vrasim qafirët, mërtetët etj. Çka është shumë e rrezikshme këtë pikë është që në çastin që ngrihen tonet islamofobë në çdo rast dhe këto targetojnë themi musliman dhe jo domosdoshmërisht terrorist, përderisa kemi ende shumë pak terroristë cilët janë konsideruar tillë dhe janë dënu, kjo bën ne jemi qenie sociale në fundit, pavarësisht profesioneve që kemi, ideologjive që ndjekim, besimeve personale. Ne kemi nevojë të kemi një përkatësi grupi. Pra, unë jam gazetar, besoj ke drejta fjalës, etj. Në çastin që këta përjashtohen nga çdo pjesëmarrje shoqërore, duke etiketu terroristi, ky me mjekër, etj. Automatikisht ata do kërkojnë diku që të ndihen të përfaqësuar. Dhe kjo është shumë kollaj. Izolimi, në fakt, është kundërproduktive dhe i shtyn njerëzit më shumë drejt ekstremizmit. Kështu që për fat keq, disa prej kolegëve tan kanë bërë shumë më tepër dëm këtë drejtim se sa që mund të kenë pas bëm mirë.
qëllimi tyre mund të ketë qenë pozitiv, po jo. Kur flitet për politikën, si për media, si për përgjithësi, unë mendoj se më rëndësishme është që problemi të shikohet në plan teknik, jo kryesisht në plan politik. Në përgjithësi mund të them se në plan politik ekziston një vullnet i përgjithshëm për të ballafaqur me këtë problem. Për me impresionu tujta? Jo, nuk kisha thonë për tujt, unë mendoj se ka... Qysh njëjtën formë që kanë qef me luftu korrupsionin, kanë qef edhe me luftu terroristë. Ai të thonë është i barabartë, është vullnet për i me është interes individual dhe grupori secili që ky fenomen mu trajtu. Shpeshherë bëhet ka mundësi që shpeshherë bëhet politik me këtë fenomen. Jo shumë, nuk është dukuri... Nëse po thu që ka vullnet politik, sa ligjërata t'juja kundër ekstremizmit të dhunshëm financohen për shtetit? Hajde bindëm. Sa? Po nuk... Ku i ka shti Ministria e Arsimit në kurikull ligjëratën kundër ekstremizmit të dhunshëm shkolla? Bindëm në qytetari që e ligjërojnë qytetarinë për shkolla. Unë mendoj se e përmend edhe më herët që ky fenomen ka filluar trajtohet nga gjysa e vitit 14 tutje. Strategjia tashmë vetëm se është shkruar, hapat normal që janë ngadalshëm, po megjithatë ekzistojnë institucione që kryejnë punën e tyre. Mund të them se policia e Kosovës ka kryer një punë të mirë. Sidomos ky departamenti kundër terrorizmit ka zyrtar policor që janë mjaft profesional dhe kanë ndjesinë e problemet, e njohin problemin në detaj dhe kryen shumë funksione, qoftë funksionin policor, po edhe funksionin e një pedagogu për të trajtuar këto raste që unë mendoj që është një punë shumë e mirë e tyre. O fakt, për shembull politikë nuk bëhet me këto rast, por nuk do të thonë që bëhet politikë vetëm prej politikanëve, shpesh politika është bëhet prej individëve të caktuar ku për të arritur një status social është përdor kjo temë në mënyra të ndryshme. Mënyra më e lehtë për të arritur këtë status është duke përçuar mesazhe kontraverze dhe kjo ka ndikuar edhe në sidomos deri në gjysmën e vitit 14 ka ndikuar në frustrimin në krijimin e poleve. Faleminderit, dashni me thonë diçka për media, nuk po duhet ta anal, edhe kur kimin asho. Ja, tamam puna. Sidomos janë pyetje portalet, edhe pse televizioni nacional nuk ka që nuk kanë rënë prej kësaj, po gjithsesi në fundit po shoh dyqysh pushtetin mbrapa, instrumentalizimin e të mediave me qëllim të ata u bë klishe edhe kjo, po është vendosja e vëmendjes. Po realisht është vendosja e vëmendjes. Sepse ne kishim rastin kur një predikim konservativ i njënit për imamëve të Prizrenit, duke ndoshta mas një viti që ishte prediku, dul në skenë në njërin e televizioneve nacionale atëherë kur kishte nevojë për shkputje të vëmendjes për Mitrovicës atje. Portalet po kanë një lloj përdorimi politik gjithmonë nga pushteti. Portalet është shumë interesant, po prap nuk po e fajsoj portalet për se ose mediat për se, por pushtetit politike shoh edhe frymin e kapitalizmit. Sot është bën një farë konkurrencë tepër ashpër mbijetesës në nivel informativ. Krijohen portalet, duhet me mbijetu, duhet me rrit klikueshmërinë e tjera, edhe njëna për këtë në portalet, nuk po du më thonë emën, e ka gjetë pikën më të mirë fatkesisht për me rrit klikueshmërinë dhe më bosët portali numër 1 më i klikueshëm në Kosovë, edhe ku ka gjetë tek konflikti, në fakt u projektu konfliktin dhe intolerancën fetare në Kosovë, pa ekzistuar hiç. Ti ke për shembull rastin kur ishte një titull tha kështu, sulmohen katolikët në Llapushnik, u digjen pronat. Kur kuptu që s'ka gjë për asaj pune, e modifikuan, thanë e kom të shkruane, digjet një pronë katolike në Llapushnik, shkaqet ende të padituna. Edhe ku kuptu që në fakt ishte pyetja e një zjarri nga Rryma. Çka ashqare politika e tekstit tregojke një farë mesazhi që po përçohet atë që këtu ka dhunë, ka intolerancë dhe kjo vetëm një shkëndija të parë të një farë ekstremizmit të dhunshëm e tjerë. Kështu që unë po përfundoj, diskursi dhe legjërimi për islamin dhe terrorizmin në Kosovë është një lloj diskursi i projektuar edhe një lloj profecie vetë përmbushse. Është një profeci vetë përmbushse, domethënë të folë për to, nështë disa kishin qenë atje, nuk po e mbrojtës atë formë gazaris, por nështë masision përfaqësuesit e këtyre portaleve këtu kishin thonë, po ka dalë, se kur u sulmun varezat e ndryshme në Kosovë, nuk ishin vareza muslimane, u sulmun varezat e jo muslimane. Unë të paktën nuk kom ende, nuk kom ende verzione zyrtare nëse qeveria përkatësisht Ministria e Mbrojtjes kam ndërmarrë diçka dhe ka ofruar një qendrim zyrtar se çka ka ndodhur me këto. Është vazhdimisht një lloj
amullije e informatave, kështu që e ka kriju një farë hutije. Edhe Al-Qaeda e ka haram me dhunu varreza. Punë tjetër me sulmu tyrbe, ku ata mendojnë që po i vjet shok zotit tjerë, se ke edhe rastin e Xhami Sulejmanit në Irak ishte, në duket apo Siri, që hodhën erë, po varrezat thjesht varreve me shku me sulmu varret me i thy, pra edhe grupet më ekstremiste përdosjen e të vdekurit, do të thënë e kanë ndaluar. Kështu që mund të lindin shumë pyetje tjera dhe ndoshta një pjesë e kolegëve tanë në vend që tishin kaq ta kishin këmbën kaq lehtë, kaq trigger happy, me shku edhe me bërtit që këtu ka intolerancë fetare dhe tash do therren mes ty në fete ndryshme, mund të kishin bën një hulumtim të mirëfillt që çfarë po ndodh me këto varreza, çfarë po ndodh me këtë çështje tjetër, si ka mundësi që kur sulmon themi institucione që i përkasin një komuniteti tjetër, pakic, njëkohësisht vetë ISIS dhe UÇK pranë njëra tjetrës, dy grupime që nuk kanë fare lidhje mes tyre dhe vjen pikërisht bashkë aty. Pra, ka shumë hapësira dhe shumë pikpyetje dhe kam përshtypjen kjo gazetaria e shkollës vjetër sipas librit, më thonjza sipas manualit, do kishte shërby shumë më tepër se sa sensacionalizmi. Kështu që pajtohem plotësisht me këtë pikë. Unë s'mora përgjigje prej asnjë prej imamëve që kam i thonë prindve që i radikalizohen fëmijët. Duke u përgatit, madje doja me rrëmby fjalën se mbetëm keq. Shif, nëse dikush ka prirje për me e bën një veprim deviant, unë mendoj se gjëja e parë që duhet hulumtu është motivi i tij. Nëse një djalë i ri don me shku në Siri, edhe prindrit e kanë marrë vesh, ata duhet me hulumtu cili është motivi i tij. Po, hapi i parë që ata duhet bë, nuk duhet me e thirr policinë, me thonë mbyllin. Edhe mori vesh motivi, çka më motivi është fetar. Tash duhet me e thirr dikend për arsye se prindi është i paaft për me u ballafaqu, për me debatu me atë djalë, duhet me e thirr dikend i cili ka aftësinë edhe mundësinë edhe dijen për me i kallëzu atij që bash motivi fetar është ai i cili kërkon mos shku. Kemi po në atë artikull janë citu që ta prind, që kanë thonë s'po dim çka më bëj. Jeta. Unë e kam një shok timin, një mik koleg të përbashkët e kemi me Mulla Bahriun. Edhe ai më rrefen mua një ngjarje të vetëm personal, një përvojë interesante. Thotë ka ardhur një djalë i ri, thotë edhe më kërkon takim. Në momentin e parë që jemi ul, ai më thotë mua, "Shiço, Mulla filan, s'po e përmend emrin. Thot ty edhe shokun ton filanin mesin tjerëve, edhe unë kam qenë i apostrofuar, thot jam njerëzit që mas shumë ti mbot ju urrej. Thot për arsye se ju e keni lëshuar rrugën e Zotit, ju kështu. Thot unë thot kam vendosur me shku në Siri. Mirë po thot me insistimin e babas. Baba jam ka bo be, pash Zotin djali jam, s'ka problem, ta bëj halal, veç shko edhe filanin kontakto si shpresë të fundit, domethënë çka po të thot edhe ai. Edhe kjo ka qenë hymja, parathania. Edhe ai kolegu im ka bisedu me atë djalin, edhe më në fund thot mas 20-25 minuta bisedë thot ai kolegu ju imam? Imam gjithsesi. Domethënë e ka nxjerr sipas ti biletën edhe e ka shky. Edhe kur ka shku atje, pastaj baba e ka thirrë në telefon hoxhën edhe i ka falendëruar shumë që arrite. Nuk po du me thonë unë që çdo aktivitet i yni duhet gjithsesi me rezultu me sukses. Për arsye se ai mundet me ardh me një X shumë të madh tek ty edhe mundet mos me të ndëgju. Mirë po, disa gjana të cilat u përmendën edhe praktikat në Shqipëri edhe kështu me radhë. Na e vrejmë se i kemi disa vrejtje në veprimet caktume, qofshin të imamve, qofshin u përmend Bashkia Islame, a ka bo sa duhet, a ka bo sa mundet me bo Bashkia Islame, sa mundën me bo imam, a ka mujt ma shumë me bo, që kjo është pojenta. Mirë po, derisa numrohen këto 1, 2, 3, 4, atëherë mbesin me 10 me qindra gjana tjera që janë bon në një sens shumë pozitiv. Për shembull, kur thuhet numri i kosovarëve që kanë shkuar në Siri, sa do të ishte numri i kosovarëve sikur imamët të mos merreshin me këtë punë. Faleminderit. Urna? Deshta vetëm për fund. Gjithmonë aty ku vihet në pas qëllimi atij që don me marrë një hap të tillë, pa marrë parasysh edhe këtu në shkurjen Siri apo diku tjetër, mas pari duhet kontaktohet ai ku e ka marrë atë mendim. Edhe motivi, po edhe qëllimi dhe mësuesi, kush është ai që e ka mësuar, aty nëse neve na ndodh një problem. Prindi me shku me gjeç ato. Prindi do të kontaktojë mësuesin në klasën. Nuk e kontakton. Çka nëse se gjon çat mësues? Nëse nuk e gjen, i drejtohet institucionit. Për ata po them institucionit të sigurisë, Ministrisë Brendshme, Bashkisë Islame, nëse ai
parafrazon Me nëse polici me no thot se unë jam djalin me shku musliman në dhe për Siria? hir të islamit. Jo, ka dalë, nalo. Unë po të thom, Me çka hoxh. nëse po don me shku, institucioni policor po thu. Mi thon policisë hajde arrestoma djalin, Ja, të thon. Hajde çka me bosh ai plet. Jo, me vetëdijsu ato dhe me largu nga ai mendim. Qysh tha dhe Mulla Kremi që ai duhet më kontaktu me një hoxh ose me një njeri që është direkt njësi mirë islamit për m'ja shpjegu që ajo nuk është nga Shumë po më baza intereson. e Ju islamit mbek, që ai duhet të shkon. a keni qasi thirrje, a keni qasi palë që ju vinë, qysh po vinë të na kur po intervistojnë, po na tregojnë, a keni palë të tilla qytetarë Të lifar palë shkemi edhe di që keni tilla, të lifash palë. po, A keni program që po i adresoni që ta njerëz që nështë ta po bindën me shku në Siri? A keni program? Po qysh nuk kemi program, se programi i krejt islamit është luftimi i kësaj që nuk guxon mu praktiku një jetë ose ato që e tha zotëriu më herët në Kur'an ose në Islam gjen gjithçka. Gjen gjithçka sipas teje, po nuk gjen sepse në Kur'an ti nuk mundesh mi kuptua ajetet e Kur'anit ashtu qysh janë të definume o të shpallura për një pozitë veçantë ose në kohën e luftës ose diçka tjetër. Po janë ato mënyrat e kuptimit të ajeteve të Kuranit, shkaku i zbritjes, për çka ka ardhur ajet, për çfarë periudhash ka zbrit ai citati i Kuranit. Këto mënyrat kuptimit Kur'anit varen ekskluzivisht ose parësisht për kontekstin në cilin ti jeton dhe ti je formu. Edhe është konteksti kulturor. E kush është ai a priori që do të më shpjegoj ato? Edhe problemi është që këtu unë mendoj që ka filluar dhe kjo është mirë një farfaze e demonopolizimit, pra humbjes së monopolit të klerit. Predikuzve në interpretimin e Kur'anit. Kjo i ka të mirat, i ka të këqijat e veta. Për shkak se Jo, po shihet sa i ka të mirat. Nëse dikush e shpjegon Kur'anin që s'di kur gjë për Kur'anin, edhe po shihet ata po thonë që po rezultati. din, ata thonë që po Po din. ja, ata pranojnë edhe në media, po s'dim kur gjë, veç jemi Po shku flas në luftë. kontekst më të gjanë. Domethënë Kur'anin duhet më ilustru logjikës së studimit edhe të shkencave sociale që është jashtëzakonisht domethënë i varfër në këtë drejtim. Shikoni jetë në fundit që mund të pas raste ku s'ja gjen ilaçin. Shkon, nuk ke ç'a bën, e bën maksimumin në fundit. Unë mendoj që bile nuk di nëse pash në këtë raport apo diku tjetër, është një statistikë që për mua është zakonisht interesante, diku rreth 40% e të rinjve i besojnë autoritetit fetar. Lloji i predikimit është ai që mundet mi ndaluar. Veç diçka, krahasim me mësuesi, unë e kom pa. Kjo është problemi për mua Krahasim me mësuesi që besojnë më pak. Autoriteti sekular për studimet sigurisë, rreth 70% e të rive që ka shku atje vinë nga familje, më korrigjo, ose plutën plotëson shumë më mirë, vinë nga familje pa traditë islame. Fetare, po. Pa traditë islame. Edhe nuk është këtu vetëm në Kosovë. Edhe praktika tjera që nuk janë. Kemi bërë analiza tjera, do të thotë këna krahasu edhe me nivelin e numrit xhamive për shtetet evropiane të cilat janë indoktrinuar dhe del që për shembull Turqia ka numër më të madh xhamive për kokë banore se sa Franca e Belgjika, po ka numër më pak të personave që kanë shkuar në Siri, që nuk do të thonë që Okej, varet shumë mirë. Dhona të mira, jemi në fund të emisionit, më fal, përfundoj e fjalisë, po du me ta lënë. Po, në fundi është kjo, mendoj që tash për te ekstremizmit dëmshëm, trajtimi se si duhet më bën nga shteti këtu në predikimeve ultrakonservative, do duhet të ishte në frymën e asaj që e quante Karl Mannheim, humbja e monopolit intelektual të klerit. Kleri nuk e ka monopolin intelektual. Edhe çka ndodh? Predikues klerë të ndryshëm i ofrojnë të vërtetat e tyre islame, sepse edhe islami nuk është homogen, që ta më në fillim, edhe për brenda traditës selefiste, vehabite, ka heterogenitet madh. Edhe ta çka ndodh? Predikuesit i kanë të vërtetat e tyre, të cilat i predikojnë. Edhe kjo krijon tregun, logjikën e tregut. Edhe ndodh edhe që quante Peter Berger, në tregun e të vërtetave religjioze. Një predikues të ashtu, një predikues të çka ndodh? Nuk na zgjedh Zoti neve, po ne zgjedhim Zotin. Sepse ti ai i cili kimë zgjedh vërtetat që kumtohen në një hapësirë publike. Edhe nëse nuk trajtohen kështu, unë mendoj që kena më pas jashtëzakonisht problem. Ky pluralitet faktik duhet më u trajtu ekskluzivisht nga një perspektivë pluraliste ideologjike, kurrë tjetër. Shumë interesant, ju falenderoj, e di që këshim vazhdu, më fal, një orë gjys nuk mujmë, s'kemi hapsin më të madhe, shpresojmë ju thirë prap, shumë faleminderit, po i lo tash e nisë me muzik, po i lo me pak muzik, gjithashtu prej ceremonisë fetare, e kaq prej nesh, miru po afshin dhe i tajtën tjetër.